Përshëndetje të gjithëve dhe selam aleikum. Jemi në serinë e radhës dobi të nxjerra nga ajete kuranore. Kjo temë është pak më e veçantë se sa të tjerat, jo vetëm për shkak të titullit të saj, por edhe për shkak të përmbajtjes. Do të trajtojmë temën e Meriemës alayha selam, nënës të Jezusit, se si ajo e ka besuar Kuranin, po ashtu edhe se të gjithë profetët kanë paralajmëruar për Muhamedit alayhis salam, që nëse do të ishin kohën e tij gjallë, kanë pas detyrë ta pasonin, e aq më tepër që t'u alen trashëgimi popujve të tyre që nëse ai do të vijë pra dhe ata nuk janë gjallë, atëherë kanë detyrë që ta ndjekin atë pa pikë dyshimi. Le të fillojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Në surën Tahrim, ajeti 12, Allahu i Madhërisht thot: "Edhe Meriemen të bijën e Imranit, e cila e ruajti nderin e saj. Ne frym brenda saj nga shpirti ynë, pra shpirtin e Isait alayhis salam të krijuar nga Allahu, ajo u besoi fjalëve të Zotit të saj dhe librave të tij, e ishte nga të devotshmit." Pra, i besoi fjalëve të Zotit të saj edhe librave të tij, dhe ishte nga të devotshmit. Le të shikojmë dhe surën Ali Imran ajeti 43. O i Merieme, bindju Zotit tënd, bëj sejdë dhe përkulu në ruku, bashkë me ata që përkulen pra dhe adhurojnë Allahun, pra duke adhuruar atë. Tani këtu kuptojmë se Meriemi alayha salam përveç se rrjedh nga një trung familjar i ndershëm, kuptojmë sepse Zoti i Madhërisht ja ka bërë asaj detyrë pra që t'i besoj librave të tij, që do të thotë Zeburin, Teuratin, Ungjillin, po ashtu edhe Kuranin. Pra dhe këtë gjë e dim shumë mirë sepse Isa alayhis salam pra kur ka zbritur me Ungjillin, ka folur për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra shumë e qartë dhe e thjeshtë që përderisa nëna e tij pra ka besuar në librin e shenjtë dhe ka patur detyrë, po ashtu vetë biri i saj pra ja ka bërë detyrë që ta besojë, jo vetëm nënës vet, por të gjithë atyre të cilët pra e kanë patur detyrë që ta ndjekin Isain alayhis salam, përderisa u ka sill shpallin. Si do ta kuptojmë këtë? Duke parë ajetet në vazhdim. Në surën Ali Imran, ajeti 81, Allah i Madhërisht thot: "Kujto kur Allahu mori beslidhjen nga profetët dhe u tha: çfarë do që t'ju jap prej librit dhe urtësisë, kur t'ju vi një i dërguar, vërtetues i asaj që ju është dhënë. Pa dyshim që duhet ta besoni, edhe ta ndihmoni atë. A e pranoni këtë edhe barën për detyrimin që po ju ngarkoj?" Ata u përgjigjen: "E pranojmë." Allahu u tha: "Bëhuni dëshmitar, se edhe unë bashkë me ju pra jam dëshmitar." Pra, kur na e ka shpjeguar Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu këtë ajet të surës Ali Imran, ajetin 81, që është ajet shumë madhështor, Allah i Madhërisht mua ka bërë detyrë profetëve, pra dhe ka marrë besën nga ata, që nëse Muhamedi alayhis salam vjen në mesin tuaj, të gjithëve, qofshin ata që kanë qenë rasul me shpallje, qofshin ata që kanë qenë nebi, pra pa libra, por kanë ndjekur legjislacionin e një profeti të mëparshëm, ose ato që Zoti i ka shpallur dhe i ka urdhëruar. Pra të gjithë kanë patur detyrë që ta pranojnë atë nëse vinë në kohën e tyre. Pra qoftë Sulejmani alayhis salam, qoftë Davudi, qoftë Musai, qoftë Isai, apo dhe profetët e mëhershëm pra. Kanë patur detyrë që ta pranojnë dhe ta pasojnë atë, pra që në qoftë se Kurani do të ishte zbritur edhe para këtyre librave, edhe shumë më herët dhe të kishte vajtur profeti alayhis salam, ata kanë patur detyrë ta ndjekin me pikë presje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por jo vetëm kaq, ata u kanë bërë detyrë edhe popujve të tyre, pra që këtë dërguar për cilin Allahu na ka informuar dhe lajmëruar, e keni detyrë ta ndiqni, t'i bindeni dhe t'i nënshtroheni në fjalët e Allahut, të cilët ai do t'ju sjellë pra me atë libër në cilin do të zbresi. Por si arrim ta kuptojmë edhe më thellë këtë gjë? Sepse Allah i Madhërisht përveç se e ka dëshmuar pra tek popujt e mëhershëm, na e ka dëshmuar edhe ai vetë në ajetin që përmendëm. Të shikojmë dhe një renditje shumë të bukur në surën Saf, ajeti numër 6. Allah i Madhërisht thot: "Kujto kur Isai i biri i Meriemes tha: O bijtë e Izraelit, unë jam i dërguar i Allahut tek ju, për t'ju vërtetuar Teuratin e shpallur për para meje dhe për t'ju sjell lajmin e gëzueshëm, për një të dërguar emri i të cilit është Ahmed,
pra për Muhamedin a.s. që do të vi pas meje. Por kur ai u solli atyre shenjat e qarta, ata thanë, kjo është magji e hapur. Pra këtu çfarë kuptojmë? Që Allah i Madhërisëm, pra, sikur se çdo profeti ja ka bërë detyrë, po ashtu e ka përmbyll këtë detyrë, pra me vulën e profetëve nga Beni Izraelit, që është Isa a.s., që nuk do të ketë me profet tek hebrejt. Pra nga gjiri i tyre, nga rangu i tyre, ta themi kështu. Pra, va ka lënë amanet dhe Isa a.s. e ka përcjell. Pra, do t'ju sjell një lajm të gëzueshëm për një të dërguar, emri i cilit është Ahmed, që do të vi pas meje. Tani çfarë kuptojmë këtu? Merieme a.s. i ka besuar të gjitha librat e Zotit. Dhe ata që kanë qenë para saj, dhe ata që ka qenë kohën e saj ungjillin, po ashtu dhe ata që do të vinte mbas saj. Qoftë edhe në momentet kur ajo ka qenë gjallë, nëse do të vinte Muhamedi s.a.s. me shpallje. Pra i ka besuar. Këtu kuptojmë shumë dobi dhe temat të tjera. Ata kanë besuar çështën e gajbit. Pra, për ata ka qenë i panjohur, sepse s'ka ardhur akoma, por e kanë besuar. Lind pyetja pse? Sepse kanë besuar fjalën e Allahut. Pra që në Teurat, në Zebur dhe Ungjill, çfarë ju ka pasur Zoti, ato kanë qenë vetë se të vërteta. Tani kur Isa a.s. e ka përgëzuar pra popullin e tij me lajmin e mirë, me mesazhin e mirë, që do të vijë një i dërguar mbas meje, ata çfarë thanë? Mbasi u solli shenja dhe argumente të qarta. Kjo është magji e hapur. Por kjo nuk është vetëm tek Isa a.s. që ka ndodhur. Edhe profetët e tjerë i kanë quajtur magjistar, i kanë quajtur të çmendur, i kanë quajtur poet, pra i kanë quajtur sikur kanë qenë të prekur nga djajt. Por ata kanë triumfuar në çdo kohë. Pra edhe Musa a.s., nëse shikojmë historinë e faraonit mallkum, pra çka thot faraoni kur e pa veten ngushtë që nuk i heci magjia me magjistarët, tha ky është mësuesi juaj, tha që va ka mësuar këto. Ndërkohë që Musa a.s. kishte 40 vite kusur që nuk kishte shkel në atë vend. Dhe ai normal me ato shpifjet dhe neveritë e tija, pra deshi të hedhi fajin Musait a.s. Pra këtu shikojmë që të gjithë profetët që nga Nuh a.s. i kanë quajtur, i kanë sharë, i kanë ofenduar me format më të ndryshme. Por ata janë fundosur dhe jo profetët. Dhe ne shikojmë që Allah i Madhërisëm na dëshmon shumë qartë nëpërmjet 3 apo 4 ajeteve kuranore që nxjerrim dobi të shumta, se nëse zgjerohemi normal janë dhe më të mëdha dobit. Pra shikojmë Meriemen a.s. ka pranuar librat e Allahut, po ashtu edhe Kuranin, se ka qenë informuar nga biri i saj, pra nga i burri i madh, nga i pejgamberi i Allahut, nga Isa a.s. Edhe vetë Isa a.s. po ashtu. Edhe vetë Allah i Madhërisëm pra e dëshmon në Kuran dhe na i sjell fjalët e tyre po ashtu në librin e tij, të cilit nuk i afrohet pra e kota nga asnjë anë apo gënjeshtra. Po e përmbyll videon këtu, shpresoj të jetë e dobishme dhe Zoti i Madhërisëm na japi sukses edhe hajër, dhe shumë e thjesht për ata të cilët thonë pra ku përmendet Muhamedi a.s., ku nuk përmendet, ku kështu e ku ashtu. Kurani flet qartë. Ata të cilët i kërkojnë akoma, le të shikojnë dhe të gërmojnë akoma më tepër nëse do të gjejmë papiruse të tjera. Për ne është e qartë dhe elhamdulillah që Zoti i botrave na e dëshmon shumë bukur. Zoti ju rit gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullah.